Nuk është se ne kemi parti euroskeptike në Shqipëri dhe vetëm zoti Rama na fut në Europë. Nuk është se do integrohet Partia Socialiste në Bashkimin Evropian dhe jo Shqipëria. Dhe nuk është se kjo ka të bëjë vetëm me Shqipërinë dhe nuk ka të bëjë me gjeopolitikën. Se pastaj hym në analet dhe hym dhe në një historik Parti Socialiste. Në 95-ën Partia Socialiste përdorte një gjuhë refraktare në Bashkimin Evropian. Do një dini më afër në 2008, e quante NATO në 2008-2009. Në 2012 ishte kryetari i Këshillit Qakut Fjerë që u bë çështje gjeopolitike nga Partia Socialiste për të penguar integrimin evropian. Pra në opozit ka vepruar ndryshe Partia Socialiste. Tani që është pushtet, thotë që normalisht ne sjellim Bashkimin Evropian, thua që palla tjetër janë të themi sabotator të procesit apo që nuk duan integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, siç mund të jetë në Serbi apo gjatë. Të falenderoj shumë Ilir si gjithmonë për këtë rolin e sabotatorit që e bën vetë. Jo, pjesë e parë ju pëlqeu, pjesë e parë Konstantin, pjesë e dytë pastaj nuk Jo, unë të them mendimin tim dhe pastaj gjykon ti sa më pëlqeu apo jo dhe të gjithë teleshikuesit duke përfshirë moderatoren. Partia Socialiste së pari nuk ka qenë kurrë kundër ndonjë hapi të hedhur përpara, po patjetër. Përdoret një rast shumë specifik i para 15 viteve për treguar në fakt atë që ishte e vërteta atëherë dhe që nuk ka përqen kurrë më, që ishte një shkelje e të gjitha parimeve të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, cilën Partia Demokratike e bënte në mënyrë aktive me qef shumë të madh. Dhe ju i mbani mend më mirë ndoshta edhe se unë, që kam humbur ca nga ato zgjedhje se nuk kam qenë në Shqipëri, disa nga ato momente. Së dyti, patjetër që Partia Socialiste po bën pikërisht këtë punë. Pra ne jemi duke u përballur për atë që ka qenë rekordi jonë në qeverisje. Nga rritja ekonomike, te rritja e pagave, te rritja e pensioneve, te rritja e zhvillimit, te ulja e borxhit publik, te të gjitha ato faktorë për të cilët edhe unë jam duke bërë apo duke tentuar të bëj një gjetje, le të themi, të ditëve të fundit, ku kandidatët duhet duken pak më ndryshe nga njëri tjetri,